Unë dy prindrit e mi kanë qenë mësues dhe unë sot për shembull gjithmonë kam qenë midis luhatis, midis mësimdhënies dhe mjekësisë. Dhe unë prej 13 vitesh që kam mbaruar fakultetin jam dhe pedagog në fakultet. Dhe shpeshherë u them studentëve që mësimdhënia për mua është ajo çfarë më jep atë ndjesinë emocionale dhe e bëj me qejf sepse dua që njohuria ime të jetë pjesë e njohurisë të gjithë të tjerëve. Dhe ka qenë shumë sfiduese kur kam zgjedhur mjekësinë sepse duke qenë shumë i mirë në shkenca eksakte mund zgjidhja inxhinierin, mund zgjidhja mësimdhënien. Dhe sot për shembull dhe ndjej veten e plot sepse e kam krijuar logjikën e profesionit tim mbi 3 shtylla shumë të rëndësishme. Mbi mësimdhënien, që ato që di duhet i përhap të tjerët, mbi ndihmën që mund t'jap ndaj pacientëve, po dhe mbi plotësimin e vetes duke bërë trajnime të vazhdueshme për gjëra të tjera dhe aktualisht jam i trajnim për imazheri intervencionuese, e cila mundëson trajtimin e personave pa i hapur ato, pra kirurgji nën guidën e imazheve, që është një risi në mjekësinë botërore. Dhe kjo të bën të ndihesh mirë, sepse nëse ti ngelesh në atë ujin e gjërave që di, besoj aty pastaj vjen mosplotësimi dhe vazhdojnë dhe dëshira për të ecur përpara vetë gjithmonë. Shumë faleminderit që ishit me mua të paktën një pjesë